duke luajtur me qenë në rëzuar dhe ka thënë mos si ka jo s'ka mundësi thoshte Kunati, nuk ka shanse më botë. Të dëzuar, si e thyu, si e bëri? Okej, thashun po të them vërtetën, e di që s'do ma falosh asnjëherë, po e di që nuk kam gojë të flas, po kështu ka ndodhur. Kunatin tim e kam parë 2 herë të qaj në jetën e tij. Njërë kur ka vdekur babi im, që kam parë qaj, dhe 2 kur e kisha në kamera, dhe 2 kur i tregova për këmbën, për mbesën. Qante si fëmijë, qante si fëmijë. Normal me sa dëm të fëmijës, dëm. Edhe pastaj e kemi dërguar me urgjencë në Greqi, në Athinë, sepse në Athinë dhe pastaj në Patra. Edhe në Patra, aty ku jeton motra, po edhe në Athinë ka doktor shumë të mirë dhe ka spital posaçëm, domethënë në rrjetin spitalor aty, është vetëm për fëmijët dhe për kockat, për thyerjet. Besa ime ka të gjithë verën, 3 muajt e verës, shtator, tetor, nëntor, dhjetor, ka nejt me bëri operacionin atje, ka nejt me auçi. Nisë do koha, jo. Tani, dash zoti, kam rregull. Dhe nuk e di, kur unë jam futur këtu, ato ditë do ishte... Besoj mirë, besoj mirë se mirë do jetë. Ato ditë që vendosa për të futur këtu. Ande janë mjek shumë mirë, Greqia janë shumë mirë. Shumë të mirë. Shumë, po edhe ne kemi mjek shumë të